Prokuroria e posaçme ka publikuar raportin vjetor të punës së këtij institucioni për vitin 2024, të cilin e ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë. Në raport thuhet se gjatë vitit 2024 rezultojnë të jenë nën hetim 33 zyrtar të lartë, nga të cilët 19 zyrtar janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Sipas raportit, SPAK ka regjistruar një rritje të ndjeshme të çështjeve në hetim me rreth 8% krahasuar me 2023-shin, nga 447 në 483 çështje. Numri i personave në hetim gjithashtu ka pësuar një rritje të ndjeshme me rreth 21%, duke kaluar nga 212 persona në vitin 2023 në 257 persona në vitin 2024. Po ashtu ka patur një rritje me 8% të numrit të hetimeve të përfunduara dhe të dërguara për gjykim, nga 38 çështje në 2023 në 41 çështje për 2024. SPAK ka arritur të konfiskojë pasuri me vlerë totale 65.5 milionë euro, që janë një rritje prej 59.7% krahasuar me 2023-shin. Ndërkohë ka pasur një rënje prej 15% të çështjeve të reja të regjistruar, që sipas SPAK tregojnë një stabilizim. Në këtë raport, SPAK ka renditur 10 problematika të identifikuara me në krye presionin e jashtëm nga krimi organizuar, aktorët politik dhe media, që cënojnë pavarësinë dhe efikasitetin e SPAK-ut. Mungesën e statusit ligjor për prokurorët e posaçëm pas mandatit, mungesën e këshilltarëve ligjor, numrin e ulët të referimeve nga institucionet publike përfshirë policinë e shtetit. Pezullimi i sistemit të administrimit të çështjeve që do të përfundojë në vitin 2025, mungesa e njësisë analizës për hetimet komplekse dhe raportimet për BN, statusi i specialistit ndërlidhës që trajtohet si nënpunës civil, mungesa e kompetencës për kërkesat të autoriteteve të huaj për vendimet penale, mungesa e kompetencës lëndore të gjykatës së posaçme për ekzekutimin e vendimeve dhe mos ekstradimi i shtetësve shqiptar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas këtij raporti, në 2025 janë prioritare përpjekjet për të zhvilluar sfidat aktuale dhe për të rritur kapacitetet e SPAK-ut.